Imazhi i krijuar nga mbetjet e hedhura në disa pika të qytetit të Vlorës vijon të krijojë një panoramë të shëmtuar dhe të dëmtojë imazhin turistik të qytetit. Do nëse sezoni veror ka nisur dhe Vlora pret mira turistë vendas dhe të huaj, në disa zona problematike e mbetjeve mbetet ende e pasgjidhur. Një prej pikave më problematike ndodhet në rrugën Dimitër Konomi, shumë pranë një prej pikave panoramike më të frekuentuara të qytetit, ku çdo ditë kalojnë qindra turistë. Në këtë zonë janë grumbulluar sasi të mëdha mbetjesh urbane dhe inerte, të cilat prej kohësh nuk pastrohen. Ndodhemi në rrugën Dimitër Konomi, ku kjo pamje që mund të shikoni pas shtëpisë time është një situatë e përsëritur në qytetin e Vlorës. Dhe pse ndodhemi në sezon turistik, ky imazh dëmton qartë turizmin në qytetin e Vlorës. Shqetësim për këtë situatë shprehin edhe banorët e zonës, të cilët thonë se problemi vazhdon prej vitesh pa marrë zgjidhje. Edhe turistët e konsiderojnë të papranueshme praninë e mbetjeve në pika të tilla, duke e cilësuar një pamje jo të denjë për një destinacion turistik. It sucks. Po ja, si sistemon bashkia, se si shikon. Pse nuk i sistemon? S'ka ko. Po për ata që i hedhin se nuk merres, si mendon? Po duhet me nasa, po. Që të thëmë të shumë? Gabim është për të dy palët, jo, hiç fare. Në asë një vend të botës nuk ka kështu si tek ne. Është dhe zonë turistike. Asë një vend të botës, se unë kam qenë në disa vende, nuk ka kështu. Ndërkohë një tjetër vatër problematike ndodhet shumë pranë lungomares në lagjen 10 Korriku, shëtitores me të cilën krenohen të gjithë vlonjatët. Në këtë zonë mungesa e kontenierëve ka detyruar banorët të hedhin mbeturinat buz rrugës, ndërsa në disa raste atyre është vënë edhe flaka, duke krijuar ndodhje të mëtejshme edhe rrezik për mjedisin. Ndodhemi në një pikë tjetër të qytetit të Vlorës, shumë pranë lungomares, ku siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shtëpisë time, mungesa e kontenierëve ka detyruar banorët e zonës që t'i hedhin mbeturinat anës rrugës. Teksa Vlora ndodhet në kulmin e sezonit turistik dhe pret çdo ditë mijëra vizitor, prania e mbetjeve në disa prej zonave më të frekuentuara të qytetit vijon të mbetet një problem i pazgjidhur. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, duke theksuar se një qytet që synon të jetë destinacion turistik nuk mund të ofrojë një panoramë të mbuluar nga mbeturinat dhe ndotja.